diskutuam shpesh kjo stigma fetare janë edhe gjithashtu dhe a mund t'jetë është stigma fetare apo dhe mungesa e informacioneve për edukimin seksual përgjithsisht si e sheti? Po sigurisht, ne ma herët e cekëm që në familjet tonë ende ka tema tabu. Kjo për shkak të paragjykimeve të mëdha që ndodhin. Pra, sigurisht, si që siku edhe psikologja, aborti nuk duhet të shihet si hapi i parë për të largu përgjithsinë dhe për të largu fajin ose barrën. Aborti duhet të jetë hapi i fundit ose hap alternativ i cili mos ekzistoj fare. Për shkak se aborti nuk është thjesht një largim barre apo një heqje përgjithësie prej teje. Thjesht aborti është një krim në vete, për shkak se ti po e mbyt një krijesë e cila është zhvilluar brenda teje. Pra, përgjithësia edhe barra në ndërgjegjen e secilit person, e secilës grua do ta përcjell gjatë gjithë jetës së saj. Për shkak se ti e ke bë të themi nëse guxojmë të themi për shkak se avokatin e kemi këtu nuk e di juridikisht si qëndron si është puna mirë, po sa i përket anës etike dhe anës morale, në personalisht për folin e emrin tim personal, e shoh një lloj krimi që e bën secila që e aborton një foshnjë e cila nesër mas nesër kishte mujt me qenë fëmija i saj. Sigurisht mungesa e edukimit seksual, mungesa e edukimit fetar, për shkak se nëse i kthehemi aspektit religjioz, atëherë martesat linjët jashtëmartësore në aspektin religjioz janë të ndaluara për shkak se nuk ki akt të lidhjes së kurorës edhe gjanat e tjera. Kështu që këto gjana ndodhin, ai strumbullari, ai emrusi përbashkët i gjithë kësaj problematike, përveç analfabetizmit, përveç ekonomisë, përveç problemeve që i kanë institucionet përgjegjëse që janë për punë sociale, Ministria e Mëshirës Sociale, një faj të madh, domethënë e kanë një rol të madh duhet ta luajnë këto edhe shkollat, për shkak se edukimi seksual mungon, edukimi fetar nëpër shkolla mungon. Fetar në përgjithësi, po flasim për një fe të caktuar. Domethënë kemi shumë faktorë që ndikojnë të shfaqin dhe të rritin këto probleme. Po, dhe Fitim, shpesh kemi pas raste që mendoj kemi dëgjuar raste që ju është dashur ndoshta edhe të kërkojnë ndihmë ligjore për shkak të pengesës që i është bërë për abort apo diçka tjetër dhe pastaj ka pas raste edhe kur gra ndoshta për shkak i përdhunimit vetë janë detyruar edhe të largojnë. Sa janë të mbrojtura gratë ligjërisht? Ligji, më parem, është rregulluar dhe strukturuar deri diku mirë. Mirë, po implementimi dhe zbatimi i tij në terren po është shumë problematik. U përmend edhe më herët arsyet ekonomike ku janë, me thonë, një prej faktorëve bukur të rëndësishëm edhe që shtyn një non deri tek abortimi apo edhe si çka ndodhet edhe rasti i djeshëm. Si shteti në esencë